Rama, ky vit patjetër duket të jetë vit zgjedhor, zgjedhjet lokale janë parapame dhe ashtu në vjesht, po flitet për zgjedhjet nacionale në këtë pranverë. Ajo që kemi pa deri tash për zgjedhjet lokale, sigurisht Prishtina do të jetë shumë më interesant. Kredencialet ose letrat për këtë garë, i pari ka fut në lojë kandidati i PDK-s, zoti Lirak Qelaj, nuk është edhe më tutje kandidat zyrtar. Lirakun e kemi të ftuar sonte në komitet. Lirak, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Çu shkon procesi i nominimit në PDK për pozitën e kandidatit? Unë më tregu ç'është duhet me shkuë, ç'është shkon, nuk e di. Ç'është duhet me shkuë natyrisht është niveli qendror gjithsesi kryetari në konsultim me degën e përcakton, kështu thotë në statut. Deri tash kjo pjesa në konsultim me degën nuk ka shku, por shpresojmë që tash tutje do të merret parasysh. Kështu besoj që do të jetë. Shpeshherë ka qenë kundërta. Degët kanë propozuar dikon tjetër kryetari, jo vetëm PDK, por në shumicën e partive politike në Kosovë. Prandaj po them deri tash nuk ka shku në konsultim. Kjo pjesa në konsultim nuk ka shku, domethënë vetë fakti që është i njohu propozimi i degës, po jo vetëm çoj i njohu, se domethënë që edhe dega qëllon, po s'paku me pas një debat hapën e sinqert me argumente për interesin e përbashkët. Na jemi një subjekt politik, si niveli qendror, si ai lokali kemi interesat e përbashkëta dhe unë kom qenë insistues fatmirësisht edhe kur s'kom qenë vetë kryetar dege që të respektohet dega, atër ka qenë Ramadan Avdiu, edhe kom insistu shumë që të ketë një afërsi, mos ketë kështu një shkputje kasmat për nivelit qendror. Kadri Veseli ka një afërsi prej fillimit kur ka ardhur, ka treguar një tendencë të afërsisë dhe ka qenë, do me thonë, vjen vazhdimisht zyre në takimet tona, është më i afërt, edhe unë po besoj që këto gabimet kaluamës nuk do të përsëriten. Keni pas vërejtë për Agemceku në mënyrën qysh... Po, në mënyrën vazhdimisht, edhe për Astritin ku posëm në mënyrën, sepse kanë ditë edhe me e keq interpretuar, me thonë, nuk kam, unë e Astritin e një ka qenë shok i vllau me një prej fëminisë, edhe unë personalisht si njeri e çmoj si kapacitet intelektual. Po edhe agimin po ashtu si generali, nuk kam as një menim të keq për ta si njerëz. Po në atë mënyrë këndo me qitë, edhe ashim thaqen edhe Kadri Vesil me qitë më me të fundit, e kanë problem me fitu. Dhe kjo është ajo që po thonë mos ta befasojmë vetën se elektorat, kur e befasojmë në strukturën vetën, merren në moment që befasojmë elektoratin. Edhe këtë ideja është këtu. Pra nuk është në një pozicionim kundër dikujt, sa është që në procesi me qenë pak ma transparent, me qëllimin ma të mirë. Kur pritet mu zyrtarizu kjo, pra ju të Veselin sigurisht e keni taku? Po, unë nuk e di, tash shumë varet edhe prej zgjedhjeve qendrore natyrisht, varet kur ma në zgjedhjet qendrore, edhe kjo do tjetë edhe përcaktuese madje edhe për zyrtarizim kandidatit. Në vjesht përfundon, pra siç dihet mandati 4 vjeçar i Shpend Ahmetit, ju një kundërshtar politikëve të vendosur, por keni qenë mjaft i zëshëm këto kohë të fundit. A ka ndonjë punë të mirë që e ka bërë Shpendi sipas? Fillim na, siç e dim, Partia Demokratike e ka përkrahur sepse na kemi kërkuar ndryshime, kemi thënë keni zgjedhur ju Shpend Ahmetin, sepse LDK mendon që është votat e PDK-s. Po, është shumë e vërtet. Unë jo personalisht, po them shumë sinqerisht, e kam bërë publike që s'kam dalë me votu hiç, sepse mu ka duk të dy zgjedhjet nuk kanë qenë zgjedhje për Prishtinën, në farë mënyrë kam abstenu. Mirë, po abstenimi i votat PDK-s zakonisht ka shku kënej. Jo, pjesa tjetër e strukturës komplet e ka votu, madje është mobilizu për me ndihmu në rundin e dytë. Për shkak të Isa Mustafës. Jo vetëm kjo është një për arsyeve, po jo vetëm kjo arsye. Na kemi qenë bindur që Prishtina ka nevojë për ndryshime. Edhe unë besoj që ka pas nevojë për ndryshime. Edhe tash na kishim qenë kishim me dalë shumë keq se na këtë fushatën kemi thonë se Prishtina ka nevojë më ndryshu, tash me dalë me votu isën për shembull. Prandaj jemi rreshtuar që me ndryshime dhe kemi besuar që Shpendi ka me si ndryshime. Vërtet vetmja e mirë është atë që thonë me zgjedhjen e Shpendit është që ka qenë po është largu Isa, është ndru bindja që Prishtina është bastion i një subjekti politik, në këtë rast LDK-s. U thyej met. Është u thyej met edhe tash gara është e hapur edhe qytetarët besoj që tani vlerësojnë më shumë personalitetin, nuk pozicionohen kështu për inat, se Dave Vol ka pas vot për inat, ose tash besoj që do ta analizojnë kandidatin dhe është hap tregi, unë mendoj që kjo i ndihmon demokracisë. Vetëm ta shërojmë diçka. Thatë se u mobilizu dega për me përkrah Shpendin. A keni qenë në kontakt me Shpendin për këtë mobilizim, apo një mobilizu vetëm... Jo, na s'kemi qenë, do më ka qenë iniciativë e degës, kanë thonë na gjithsesi mendojmë që për të mirë qytetit është me undru, Isa edhe me fitur dikush tjetër. Unë e kom qenë kryetari. Unë kom qenë. Në kryesi kanë qenë unanim, veç unë kom qenë kundër. A ti ke qenë kundër kryesia kanë qenë unanim? Po ata kanë qenë unanim, ata e kanë bërë punën e vet, unë e kom këshyrë, unë e respektoj. Unë natyrisht se kur janë shumica në demokracia ka atë punë. Unë se kom i po unë kom shprehni qëndrimtimin, prandaj edhe kom abstenu, kom thonë unë s'dal zgjedhje, ju bëni po ju kuptoj çka po thonë, po unë s'po ma bën dora
me votu asnjërin. Pyetjes Beratit, a ka ndonjë punë të mirë, domethënë asnjë nuk e përmend. Tash, edhe këtu po du me thonë, në parim përpiqem mos me qenë nihilist. Me thonë, me i gjyku drejt gjanat. Pyet shumë qytetarë, thëmë, tregoni se nështë ka verbu subjekti politik qenë pozitë tjetër, nështë nuk isha gjanat. Besoni që shumë pak ose ishtë din me mi numru, ose ato që mi numrujnë për mu nuk janë gjana me pesh. Një digaster, cili nështë ta kisha me vequ, është i shëndetësis, i cili me gjithë ato ka bo një puna, e shqitë edhe në reflektorit në budget, do me thonë në sasinë e budgetit që ka shpenzu, që në kupton ka punu, po edhe me shku në qendrat e mjekësisë familjare, shenë ndryshim, do me për të mirë. Nuk ka ndërtu me sot një asë një objektet, një objektet që ndërtu në kohën bile kur ka qenë drejtar i PDK-s ka qenë atëre, Ram Miftari, e ndërtu këto qendrat e mjekësisë familjare, po me gjithë ato i ka funksionalizu dhe ka punu një punë të mirë. Edhe ajo që më kalon për shtypje është për drejtorëve të rrallë që ka pas komunikim me ne. Me kuvendin komunal. Po edhe me mu personalisht, për shumë si Arben Vitin. Po Arben Vitin, po. Ka pas disa raste kur ka pas projekte që ka dashur më ka thirrë, ka thonë çfarë po ta merr me atë me për krah, kur më ka duk mirë, kam thonë po, kemi diskutuar. Pra unë besoj që edhe rezultati komunikimit që ka pas ka dhënë edhe rezultatet e veta. E çish funksionon administrata? Pra nuk e ka ai shumicën në kuvend komunal aty. Po. Edhe nuk i kalojnë projektet. Tash kjo është ajo që manipulon, nuk ka projekt, mund të jetë një. Ai thotë që keni pengu. Ai thotë se ai çka thotë çka ndodhet, unë se di çysh se për këtë çka thotë ekzistojnë transkriptet, xhirimet që mundin më dëshmuar kundër. Unë ja lakmojnë guximin e tij me thonë pa vërtetat ashtu pa ju dritë syni. Ledel, a keni ndëgjuar ndonjëherë që ka thonë këtë projekt ma ka pengu asambleja, çu s'po më me funksion. Parim ai ka folur që po na. Ajo çka thonë çështu parim. E në anën tjetër ai ka thonë po du me çu kuvendi zgjedhje, që 3 vjet flet çysh do me çu kuvendi zgjedhje. Madje për me çu kuvendi zgjedhje buxhetin e vet, që është akti më i madh, me thon për kryetarin raport me asamblen, aprovimi i buxhetit, ai ka thirr asamblistat e vet e kanë lshu sallën, na kemi kalu buxhetin e tij pa prezencën e tij. Tash kush o bojkotuesi këtu, ose na kemi pas skenat ka dalë me filikaç ata me bloku mbledhjen vetvendosja. E kemi pa 2-3 shpendi kur i ka thirr asamblistat, i ka bë thirrje me lshu sallën. Kush o blokuesi, ose ndërmarrje publike u ka çu shkres i njërojnë i vendimet që vijnë prej këtujt, edhe pse janë të ligjshme, domethënë gjykata ka konfirmuar ministrit, ajo që kryeshefave që bën shkelje tjetër, që zguxon ai me komuniku me shef ashtu më dhënë nëse shkelje e pavarësisë ndërmarrjes, mos i respektoni këto. Po ai vazhdimisht bën ftesa për bojkot e na akuzon neve. Bile, më lejoni ta them një ditë një prej televizioneve tona, e pash ishte tema për parkingun, parking Prishtina, dhe po i bën gazetari pyetje asaj shefës kabinetit të shpendit, tha, ne si kemi funksionalizu parking Prishtinën, sepse kemi prit dhe sot vinë autobus, tha, po në anën tjetër kemi pas sabotim prej PDK-s dhe LDK-s, sepse ata i kanë zgjedhur organet udhëheqëse kanë funksionu, dhe sot shpendameti se ka çu antarin e komisionit aksionerëve. Tash, ai se ka çu komisioni nuk është bojkotues, na që kemi gra punët, kemi regjistru firmën, mbas vendimit kuvendit, i kemi themelu ato organe tjera, na që kemi bojkotues. Do me thonë është shumë kondefas. Shpendi me vetvendosjen, pra a është shpendi kryetar real i Prishtinës? A ka pengesa prej krahut tjetër të vetvendosjes? Unë ka njerëz që thojnë domethënë kur flasin intimisht me ta që ai ankohet në këtë punë, që shpendi ankohet. Shpendi. Po në punë unë nuk e vrej. Madje mund të them se ai e ka atë kompleksin që nuk shihet bash vetvendosje, është jep edhe më shumë mu duk vetvendosje. Kështu që në këtë aspekt unë në punë nuk di me bo këtë dallim. Përveç fjalëve që kom në punë nuk më me vret a dallim që është. Ai me deklarata, me veprime është në soi për këtë punës me asamble është edhe më ekstrem se sa disa që aty më. Lirak në punët e mira e përmendë vetëm çështjet e shëndetësisë, ndërkohë që njerëz përfshirë edhe analistë edhe gazetarë e kanë çmu të shpendi faktin që s'ka pas një skandal të korrupsionit gjatë këtij mandatit. Po asju nuk duket që keni faktu ndonjë skandal të tillë. Na kemi faktu shumë shkelje, tash për me faktu korrupsionin dush me i zonë vepër, edhe nuk kemi na e kemi vështirë. Unë po e them me përgjithësi plot që kam shumë qytetarë, kanë ardhur, kanë thonë që kam pagu kaq për ma dhon lejen për ndërtim ose për renovim të shtëpisë. Kur i kam thonë hajde dalim ta dëshmojmë, ka thonë mos e ma prishin shtëpinë, mos e mbështem, mos e ma hasmënon me njerëz. E thonë tash po më pa pëlqimin e tyre me dal me denoncu. Po me që është kaq, unë po e lë me kaq, s'më më thonë. Kurse shkelje ligjore unë mendoj që ai bën çdo ditë. Që në shkelje unë po e marr shembull lagjën Kodrina. Lagja Kodrina
proceduralisht ai ka shkel ligjin, shkelja është e ngjashme ose e njëjtë ose më rënd se sa kryetarit Prizren Ramadan Muis. Ai po gjykohet, ky s'po gjykohet. Unë mendoj që në prokurori po dhe polici në krime ekonomike kanë shumë deponime sa i përket shkeljeve ligjore, mbase kanë edhe për korrupsion, nuk jam i sigurt. Megjithatë, unë kam thonë disa herë, po e përsëris prapë që institucionet e drejtësisë edhe policisë, të i përfshi polici, prokurori dhe gjykat, po i druhen vetëvendosjes dhe shpendi, sepse ata janë bërë shumë papërshtatshëm, ata po linçojnë njerëz me konferenca për shtyp edhe njerëz po ja kanë një farë po pritojnë me u ballafaqua dhe sado që mund me i skivu, kësaj pune i skivohen. Dikush tha po që kanë trajtu deputet ose kështu. A është tjetër, se ka qenë një konflikt që s'kanë mujtë mjë shmon, ka qenë shumë publik. Kurse këto tjerat, unë po besoj që ata kanë arri me i frigu me fushatat që i kanë bo. Jo dini edhe për polici, kanë qitë emra që njerëz kriminale. Faktor për gazetarë. Edhe për gazetarë, për kretjerë. Kjo ka arrit efektin në favor të vetëvendosjes, po në dëm të funksionimit të drejtësisë. Edhe mendoj që kjo është problem. Po herët avon besoj që do të ballafaqohet me këtë punë, sepse ka shkelje të ndryshme. Unë pastaj jam shkelje tjera që nështë asë shkelje ligjore, është shkelje etike, nëse mund të them. E bile kom pyet shumë gazetarë, kom thonë, çka kishit bë me mua nëse unë kisha qenë në krye të komisionit të hapjes së një tenderi milionsh edhe të vlerësimit të dy komisionet, si staf politik. Ata më ka thonë të kishim gozhduar, ta kishim ik. Tash Dardan Sejdiu që ka qenë në dy komisionet, pse s'po merren me ta? Edhe nuk e shetu marr kërkush. Nështë ligji nuk e ndalon, po një staf politik në blerjen e autobusave 30 milion me qenë, është pak që me dyshu, ose s'pako s'është etike, edhe nëse së ndalon ligji, është bo praktik, nuk sheti në qeveri, do me thonë dikush të marrë stafi politik të qenë pjesë e komisioneve të nderuse. Ka shumë gjana tjera, mos të mande shkelje me buxhet, unë po besoj që ka shumë gjana tjera të cilat unë besoj herët avonaj do të ballafaqohet me drejtësi. Vizualisht në qytet nuk është që kemi pa shumë, dhe janë trotuarët, kunxhat që janë mendu për me ja u liru pak rrugën këmsorve. A mendoni që ka pas, të e pas parasysh faktin që në Kosovë prej mas luftës shtrohen pllaka, do të thonë, në periudhë 2-3 vjeçare, pastaj hiqen pak për gypa, nuk kryen punë me njerë. A mendoni që ju kanë të nevojshme këto si? Unë e kam thonë edhe më herë, unë nuk mendoj që trotuarët kanë qenë përparësi, kanë qenë asfalt. Asfalti nuk është më i dobët se sa këto pllakat që kanë qitë. Nuk kanë ndru kur gjon strukturë, se nëse kishin me ndryshuar dhe ata thonë po ndrojmë edhe pllakat, kish me qenë tjetër gjë. Përveç tjera, kjo punë ka zgjatë pa fund, edhe alas që s'kan përfundu krejt punimet në rrugën Luan Haradina edhe Garibaldi. Edhe është me të vërtetë e mundimshme. Po flas më andej për pjesën e kujdesit, kjo rruga që është te Garibaldi, kë kraka, metroja, lokali, kanë qenë të hapuna krejt qytetarët që në midis rrugës pa asnjë mbrojtje. Do me thonë, janë gjana që gjithkund botë kishin më u denu, edhe këta gjithmonë thirrën në vlera standardet larta edhe që janë marrë me atë punë. Nuk e besoj që ka qenë prioritet. Nuk mendoj që ka prioritetin, nëse dojmë qendër, ka prioritetet tjera. Për shembull, me një mrapa sheshit, janë ato parkingjet Miranda. Ka do shtëpia private, do si baraka, do pse s'e marrë me atë pjesë, ai duhet dallon. Kur shkon aty jesi me shku me një shtet tjetër, mos ta marr në shembull një shtet me në çmu, po kurse kur del shesh pllaka duket këtë tjetër vend. Unë mendoj që do duhet të ishte pjesë, do me thonë, unika e pjesë nësaj përket investimit edhe arkitekturës, mandej nuk ka kur që të keqe me rëzu do një objekt banesor ose shtëpi që është aty. Natyrisht me e kompenzu, mos me dëmtu qytetarin, me fitu hapësina, është qendra, nuk është veçeshi, me kryu hapësina tjera, na kemi pa shumë vend, përshë me marë Vienën, që jemi larg asaj, po i ka ato këthine, se cila rrugica sheshën veti, mund të marrim modele tilla, që Prishtina i ka potencialin me qenë ma bukur e rregulluar me qendra. Është mundën e përmend metron këtu prapa me metrës. Ajo pjesë është, ajo duket një farë kandahari, pra totalisht. Unë shkova bile atje, unë unolla këtë pjesën qendër këtu që është. Për momentet e pa kuptim, janë do zona në qendër që janë do baraka, ajo do. Pikërisht kjo është ajo që po them unë. A folet në kuvend komunal, pra a e trajton në kush çet fenomen? Jo, kjo tash po na xhun temë tjetër se na kurr nuk kemi pas tema projekte të mëdha, diskutojmë të japim ide. Na gjithmonë jemi marrë me do cikrime. Këtu ka qenë si duket ai ka dosh me të rek vëmendjen prej mungesës të kreativitetit ti për me bo punë. O marrë gjithmonë me disa, jo më the, kishe pas tonë të dikun që shtu, jo me qësi fjallë merët. Nëse shkon Tiranë stash pjesën e tregu që e ka ndërtuar Juni, ose i ka hap dikun janë 20-30 vend punishte i ka të hapne. Sheshi, komplet sheshi kryesori Tiranës që është rindërtu. Unë ja u kisha sugjeruar gjithëve, pa dosh me i bo marketing dikuj tjetër, po
Blendi Fevziu pat një ditë e poshtë një debat me Erjan Velin. Unë mendoj që bile për ajon, që ajë s'përqoj manalt, unë mendoj që do duhet merë shembuj, s'paku për mënyrën që debaton dhe për projekte që i debatonte. Ato të gjitha ishin projekte të mëdha, pra nuk u folke për kifle, për një copë guri ose për një shtyllë, po folej për sheshe të mëdha, për lagje të tëra të mëdha ku do të ndërtohen pjesë urbane, sikur ata që veç flasin për Prishtinën e re, po pak ndodh atje diçka ose për projekte shumë mëdha të cilat unë besoj që do të jenë pika identifikuese për Erionin. Do me thonë, gjithkush ka me thonë, kjo rrugë u hapë në kohën e Erionit, ky shesh u bë në kohën e Erionit, u hapën parkingjet çadër në kohën e Erionit, për një kohë shumë të shkurt. Po, rreth rrotullimja në imazh. Edhe unë vazhdimisht po ngris që pyetje, me cilin projekt do të identifikohet Shpenda Ahmeti? Autobus për shembull kanë qenë, Po, ai në fakt është krenu me atë projekt edhe duke që edhe elektorati i tij është i kënaqur me ardhin e autobusëve të rinë Prishtinë. Dgjoj, unë mendoj që më shumë tash elektorati i tij janë ata fanatik të subjektit të tij politik, të cilët sikur ata tifozët në futboll që edhe kur e hub gollin ata prap brorasin. Edhe mendoj që është o bosi një fargare, po ma çon malli si shkollë fillore, kur u shtyshë me fjalë kush kujt na e çoj fjalë, jo punën po me fjalë me mujt. Puna autobusëve është shumë mirë, autobus të ri s'ka kur gjë të keqe, ka pas nevojë qyteti. Po unë kom lindë, jam rrit Prishtina, jam rrit me autobusa, bilet më të mirë se çta, kanë qenë ata me harmoni, kanë qenë më funksional, nuk është diçka e re, me pas pruaj tramvajin, anej trena, anej Space Shuttle, unë e kuptoj që ka pru diçka të re. Autobusi i ri, përveç tjeras, ka shumë mangësi, sepse trafiku urban nuk e ka problemin të autobusi. Autobusi është një prej çështjeve. Ai ka me linjat, me rrugën, me atë korsinë ndome, me stacionet. A më rrinë sot qytetari me autobusat rri ma shpejt, prej një Aspak pikës. unë prap del me makinë, ki prap njëtin trafik, ai që në qatë rrugë ka me ecë, do me thonë autobusit, si alëshon rrugën kërkush, ai ka me prit. Prap besoj sa të bën 2 orë prej Bregu Dielli dhe në Vranjevës ose dhe në normali, dhe shkollë normale. Pra është një rrugë shumë e gjatë, nuk ka bo zgjidhje, aty është dashur me bo, ka pas propozime që i kemi dhënë ne, cilat ata i kanë folë që dojnë mi absorbu, po si kanë realizu me këtu nazën e mrenshme me bo një drejtim, edhe pse është ma e gjatë, bëhet ma e shpejtë, sepse kur nuk ka pengesa, nuk ka kthesa, ku do ndahet një korzinë në kanë kundërt, po, rruga ekzistuese, vetëm me ndru korzinë, me rrit njën në ka, tjetër me lënë për emergjenca, për autobus, për taksi, për ndihmë shpejt për polici, Agim Ramadan edhe Luan Haradine. Kjo mund të ishte një prej zgjidhjeve, ose ata kanë mund me dalë me një zgjidhje më kreative, po të mendojnë këtë aspekt. Veç me autobusa nuk është bërë kur gjë. Fatkeqësisht, është dashur nëse sot shkoj me pa të shkolla teknike ku nalet autobusi, është që nuk shaj asnjë shaj. Jo vetëm atje, ki në qendër para pallatit shtypit, vetëm njerëz që e dinë, presin është një kiosk, aty s'ka asnjë edhe bashkë në kryq, vendi më i keq më nal, s'ka as kështu premje, as shaj që është stacion autobusit. E ki të Sami Frashri, e ki në shumë vende që nuk e din që ekziston ajo. Mandej që unë prapë thëmë, i lidun i rritun Prishtinë përveç 4 që e di ma shutën, pak ka shumë e ka që e ka pas, unë nuk di që shumë me mri pikë caktuar me trafik urban. Se ka një hartë integrume, ose në cilë sortë ndroline, dush me ble bilet. Këto e në probleme shumë atë mëdhaja se sa autobusi. S'ka autobusa së për me të qutë të stacioni autobusa. Po, plus dhe kjo, pra, do me dhe së është rishiku rrjeti, së është bë funksionalizu këto linjat, që në bë stacionet autobusave, duhet me renovu, si janë dëmtu, i kanë bë vestin kontenierat reklamave, po thëmë ka probleme shumë amadhore se sa autobusi. Kjo është sikur me thonë, na i kem ble trenin me vagona, po presim tash me bë dhe shinat. Qysh është puna me ujna, po ka 24 orë tash uj, edhe kujt nëse ndojmë me rrit pjep. Lamë po do këtë jam. Nëse ndojmë merita, do me thonë, këtë dimë që shka ardhe të investimi për fabrikën e ujtë. Shpendi në fakt është taj që për i merë merita të bo postime në 12 natës, apo keni uj. Po, unë e mendoj, kjo është prapë është e nivelin e tifozllakut që po të thëmë, mobilizim, e shetë që ka mobilizim strukturës për me fitu një PN, të cilin a e ka thonë në fushat zgjedhore, e ka gënyu elektoratin. A e ka gënyu se ka mendu që s'fitan. Edhe tash kërë përbal me atë punë, tash për këshyrë me unë zerë për asoj pune. Kjo punë shumë e thjesht, nuk ka të bëja për dunë me adhonë merita ose jo. Ndërmarja ujësjelësi. Fillimisht ai në fushat ka qenë kundër fabrikës ujtë. Jo, ai... Dikush prej PDK-s kështu e tha me një postim. Jo, nuk e dija ka qenë kundër. Unë e di që ai ka gëny kur ka premtu sepse uji nuk është kompetencë e tij. Është ndërmarrje. Kjo është krejt problemi jo këtu. Do me thonë, çka do që ka thonë ai për ujin është, sigur në sot po dalë me premtim që autostrada
Arber Gjaferi, Prishtinë, Shkup do të përfundojnë fund 2018-ës, në fillim 2019-ës. Unë e di, sepse jo ndom jetët e di projektin, ako më në hise në atë punë, ako me rita, tjetër ma bet, punë e premtoj këtë punë, edhe e ka me ndohet, edhe nesër më me thonë, ajo kom thonë. Kjo është nivelin. Ndërmarrja ujësjellësi është ndërmarrje rajonale. Bordi zgjidhet nga institucion nivelit qendror dhe jo lokal. Komuna Prishtinës përfaqësohet vetëm nga një përfaqësues të cilin e kanë votuar asociacioni komunave, ku ka votuar dhe përfaqësuesi i komunës Prishtinës, pra kanë prej 6 anëtarëve të bordit, është një që i përfaqëson komuna, disa komuna, jo Prishtinën direkt. Dhe kjo është krejta e qa ka. Prishtina me këtë ndërmarrje. Asnjë sen, ajo s'ka lidhje me Prishtinën. Për informatën tuaj, do me thonë, kjo është nënshkru pa qenë shpendi, këtu dhe ka fillu punimet. Pa qenë shpendi, do me thonë, është bën kohë kur ka qenë ashim thallë që kryeministër, a e ka nisë këtë projekt, e ka përkrap, me që po thamë është në nivellit qendror, në nivel komunal marrëveshjen e ka nëshkruar Isa Mustafa, KFV-ja i ka dhënë 20 milion, 5 milion i ka ndarë qeveria Kosovës, 5 milion janë donacion, vërtet, në falë, 20 milion në kredi që i paguën ndërmarrja, Soabide, 5 milion KFV-ja donacion dhe 5 milion komuna. Po që, a din edhe ku është hisja plusi i shpendit? As 2 milion e gjyshin që e ka bërgjë, se ka pagu ende. Edhe këshyrë me i marë meritat. Edhe adim se si ka pagu 2 milion e gjyshin, po dhëtë se më është mohu përfaqësimi. Patër, nëse të ka mohu përfaqësim se s'pët mohu, me i marë meritat. Du me thonë, kjo është absurd. Nuk është që s'pët du me adhon meritat ose me i marë. Nuk është ligjërisht. Cili do kryetar me pasjen, nuk mundet me i marë meritat e ujtë, sepse nuk është ndërmarrje edhe projekt i nivelit lokal. Kjo është ajo. Përveç tjerash, me pyet sa ka bërgjë për shkollat ujësjellësit, masi përdën me indimu ujt me pas. I ka marrë taks shtrirjes së gypave, pra e ka ngarku projektin, një leqet se ka lecu. Nuk është marrë, kër i në hapë gropat, ja ka vënu mas pari lejet, disa rrugë për me i hapë rrugët ujësjellësi. Tjetra, nuk i ka mikëshyrë që është në sigurisë, në hapë ato gropat, kësë ka mujtë me imponu s'paku sigurinë, me qenë të rethume, më smerani fmi. Pra, asë obligimin e vetë që ka pas ndaj këti projekti se ka kry. Për mu është e pakuptueshme edhe është jo serioze një njeri që i thot vetit kryetari komunës me bolojnë atila. Po thëmë në atë debatin me Velin, disa e përmend, disa i mundoj kemi ja mohu një projekt Erionit, Erion tha, na imi njerë serios, tha, unë po flasë për një shkollë cilën mush me shku me pa, s'muj me më shevë në gjep. Edhe kjo, është diçka që shijet, është s'po di që me thonë, nuk është unë për jamaj, është le të thot aj që është ndërmarrja jona, le të thot, unë e kom marrë këtë haplet, i thot, se shumë letë me thoi, kom thonë, a ka uj, hajde tash, apo a keni uj. A din ashtu me të ngutë si fmit, bojnë statuset, bojnë tag, lirak, apo të pëlqen uj, pa lidhe. Si fmit, po mduket vete, ka dhe si shkot filluar. Po, ashtu si bullying, du në mu anku për bullying, si më shkolla. Që nisë po thojnë bulizmi. Bulizmi, që ashtu. Që është puna tatimit në prun? Ka shumë lagjet pak naqëna që kanë ndryshu ajo struktura që ka qenë. Për shembull, lagje periferike, sikur Veterniku, e kanë shtrejtu 3-4 herë më shumë, e kanë bërë barabart me qendër. A vendosen këto edhe në kuvend komunal, a qysh saktohen? Po. Herën e parë kur e ka pru, na është prezentu projekti, do me thonë, edhe na kemi insistu, unë personalisht, kom thonë, me qenë sistemi piramidal. Është të vërtet se s'munët që janë qendër me pas tatimi, sikuraj. Nëse je i varfën, mos jeton qendër. Shet e banesën. Po të vishku i ka shtrejtu kundër. Po, pikrisht që to po thëmë, edhe kur na i ka sjell neve, na i ka sjell me rrugë tarifat edhe është. Pa mundë, krejta emrat e rrugëve me ditë qysh është. Na kemi kërku një farë me na i prut skicume qysh cila zonë me zona. Ja, asë një moment, vetëm rrugë. Herën e parë na ka premtu që s'ka rritje, ka ndryshim, bili vjen dikujt ka 20%, 10%, edhe kemi bërë tha qatë sistemi piramid. Nuk mundë si në qendër. Parin thash, okej. Kur erdhë, mandi mas që aprovum në BES, të atyne që na paraqitën projektin, e pam që ka ngatrime shumë dha. Do më thonë një rrit ka 200-300 fish tatim, po thëmë në lagjen të emë, ta shumë e paguj metrin katror, sikur ajnë lakrishte. I thash gjema një mushtëri që ma blenë me të njëtin shmim si lakrishte, në që thash për e shetë shpinë. Veternik në ora, ka bo ma shtajse. Veternik ora, ma dhe e kanë rrit tatimin shumë, që është kundër krejt asoj që a i ka pas... Asë shkull, asë nërejsh një ambulant, asë një investim. Asë një investim në veternik, si do mësë nuk ka. Po, jo veç atje, ta me shkolla... Veterniki është në zonën e parë, në fakt. Veterniki është prej zona u mashtret. Ata këto krejt po arsytojnë që kjo është shpia tjenë të luksit, kush jeton shpi ka standard dhe doj me e marë. Do është të velit dhe këja me ndrejsh në një maherët. Kjo është edhe kundërthonje me ato që kanë propagandu, ata që do të alirojnë tatimi, do t'ja letësojnë qytetarit
jetën, është kundër politikave ata që i propagandojnë. Është 66 plus ato që në barë dikun 80 e diçka milion. Nga në barë për vitit kalu. Po. Pra 80 e diçka milion është për këtë vit. Po. Prej tëre sa i ka t'inkasu me vetë dhe sa e në grante qeveritare? Për sa është dikon 10 milion granti qeveritar, do më dhe për investimi kapitalis, është granti për shëndetësie, për arsim, ato shkojnë zakonisht paga e kështu. A ka rritit inkasimit hyrave të anake? Në vitin e fundit, po ai e ka rrit inkasimin, në raport me vetë ka rrit me rrit inkasimin, edhe pse këto për lejen e ndërtimit e ka pasul parashikimin e, do me thonë tash është një farloje se e ka ullë, këtu e ka rrit, me gjitha ato në inkasim, në këto pika nuk është aqkes, do me thonë në inkasim. Zlahoti këtu në emision tha nuk ka grantet mjaftueshme, tha se na grantet i dhajmë varsisht për i tyrave. Po, unë mendoj që këtu lidhet me shpenzimin, nuk ka veç me tyra, sepse granti, do me thonë që veç në investime kapitale, edhe vitin e kalum, edhe vitin para këti, do me thonë vitin 2015, 15 milion ju kanë tepru investime kapitale. Ati që kanë 15 milion për Prishtinën, so projekti ka mujtë më realizu. Edhe na përshojmë se na, po thëmë një gjana që i prekim, nuk përshojmë objekte e investime në infrastrukturës në diçka që po ndërtojtë, që na i këshim pasë, që tu po jetojnë. A i del, kërë e bën pyetje, na keni investu, ata dalin e kam su si vjeshtën 147 km asfalt, ka që kemi kur ma shumë, nuk po i shojmë, nuk e di. Kur nuk i tregojnë cilën rrugë, insistojmë cilën rrugë është. Kryetari Ferizaj, cilën ta thersha i komitetën do kanalizime. Jo, pa ai nuk thot, nuk e shohim, ai thot 147, tregon cila rrugë shtu Prishtinë pjesën urbane është rrugë e re. Unë s'kam pa, në ka në copë të vogël, pa 147 më shkuam u kthym Prizren. Lira ka të folim pak për ndërtimet paleje. Shpendi u krenu shumë dhe administrata e tij me ndaljen e ndërtimeve paleje. Ai ka ndalë ndërtimet paleje. Edhe kjo është një prej atyre spekulimeve se çfarë kemi një qeverisje Facebookut virtuale dhe ato reale. Dallojnë shumë njëra me tjetrën. Do të më ia dhon dorën këto të Facebookut, janë shumë zot kishë me punu kështu për komunën, për një mes që shpunojnë Facebook, na kishë me qenë më shty me alamet qytete. Që tash edhe ju PDK jeni forcu në Facebook, kryetari. Për besën me ne që jemi shumë të mangët, është mirë me qenë, është një për evrejtë ndaj subjektit tem, se si jemi shumë të fort në Facebook. Kështu që pyetja të ndërtimit paleje. Të ndërtimit paleje, po. Tash, edhe kjo është ajo e njëjta kur thot kur kom thonë në që kena minol, kur s'ka besu që kena minol. Tash shumë po them. A mund të thojmë mitu. Shiko se cilën shumë që o bllokuara kanë me njerëzit pa punë se s'ka ndërtim. A është e vërtetë kjo? Janë dy pyetje ndryshme tash këto, çka më thonë. Po të dyja po. Domethënë e para, edhe kjo është në bazë në atyne që ai thot, si ti bëni pyetjen edhe ai Dardani dalë thonë Prishtina i ka pas 40.000 ndërtime paleje. Ti mendon qytetari thjesht mund ose dikush sidomos këta përkrahen prej jashtë Kosovës, se si shohin xhanat, thonë ku 40.000 ndërtime i pas kanal. Ato 40.000 ndërtime prej që ekziston Prishtina, që janë paleje. Po, do me thonë, në momentin që nal, do me në moment që këta kanë marrë pushtet trendi i ndërtimi paleje ka qenë minimum, po thuj se jo ekzistent. Jo pse e ka nal as ISA, po e ka nal ligji. Ligji për ndërtime paleje e kanal, sepse ka caktuar një afader me një gusht të vitit 2013, nëse s'ka bëj, është bo fotografimi, nuk do të merren parasysh për legalizim. Edhe njerëz kanë dashur me rreziku mjetet. Kush kam rritë me një gusht të ngut me çit në ikon, bile kom një raste që e ka boves kulmin për mu fotografu që me mujt me çunal. Ka edhe raste, kom dëgju, edhe raste të tilla. Prej kësaj date trendi ka qenë shumë i vogël, s'po them hiç, po shumë i vogël. Edhe nëse lypni pe tyne konkretisht, me thonë, anë lej 40.000, sa landi keni marrë, keni procedu, sa keni marrë vendim dhe sa keni ndërhy. Vim dikun që një 20 ndërhyre i kanë bo ata. 20 ndërhyre? Po. Edhe ta shtim nëse që nga nalë me 20 ndërhyrje, atër unë i thëmë, okej, edhe për 20 ta jap dorën, edhe për 20. Po nuk është ashtu ligji e ka nalë, sepse ligji s'ta trajton, në momentin që si e në atë fotografi, gjithë ka është nalë. Këta po mundohen me spekulu me do që si gjana që unë menoj që i bojnë dame dhe veti, se këto të vërteta kanë me dalë diku në fund, se këta kanë qenë shumë kritiku, se i kanë rritë pritshmërinë të qytetarit që na jemi drejt, jemi parimor, nuk jemi bo këtë shkelje, pikrisht ato shkelje për cilat na ka kritiku neve dhe subjekte tjera, jënë të i bo dhe ma shumë. Edhe po mduket që në të artë si kur ajo kërkoj falje për fjallon, se ajo proverbi që është ajo qërshia që i ka lag, i ka stërpik, në fund i ka hongër vetë prapë, sepse s'ka pas ka me shku. Na jemi veni vogël, dhe nëse qesim këta të qitë vijat ku që në gjitha ondë, e kanë shti vetën rreth.
Edhe tash ata s'kan me pas çare, pa i ka përcjell disa vija të kuqe për mes e mëdha që kanë qenë, apo a kanë rifilluar më ndërtu? Në fillim i kanë dalë ato edhe tash na kemi qenë kritik se kemi thonë që po e dëmton ekonominë, edhe ka ndodhur. Kur është rrit presioni, mas protestës që ka qenë ndërtuesve, kanë filluar me i dhon leje. Edhe tash kanë filluar me ndërtu. Po çka më e keqe nëse ka pas para shumë vjetëve ndërtime pa leje, që kanë pas kritere, tash po bën ndërtime me leje, po pa kritere. Kjo është ndodhur që është krim edhe më i madh. Pra, ti po mendon që nuk pi respektojnë kriteret që të ndërtimit ato? Jo, tash kush po don po merr pathuajse kush po don po merr leje, po i malltretojnë. Ka fjalë që edhe po i malltretojnë derisa dikush po i ndihmon, madje po ja për krahje financiare se diçka tjetër, po sidoqoftë prapë them, mos ti me fol në drejtim, po tash ka filluar me lshu po numrin e lejeve, domethënë atë buxhetin fillestar që ka planifikuar pa tul, tash po i del që po e rrit. Edhe ata po dalin kundërthënë, se fillim ka thonë shpendi vet. Nuk ka nevojë më ndërtime sepse janë 10.000 njësi banesore dhe Prishtina ngop me ndërtime. Unë e kam thonë le tregun le ta vendos, nuk jetë ja që vendos. Ti me këtë punë po e marr çmimin lart atij edhe nuk po i ndihmon qytetarit. Le të vendos ai që i shtin, ai kur i shtin 1 milion ai bën kalkulimin. Qytetari, sa më shumë banesë, qytetari do ta ketë më lirë dhe më lehtë me ble banesën. Ne jemi popull i ri që kemi nevojë me u zënu. Mas disa vjetë filloj me ndru këtë qëndrim, do me thonë, po është kundërthënës, fjallët e veta mërena pak mujsh bile, ose ka ndodhë mërena ditë që i ka ndru. Jo të kujtojt, për marrë një shemë që është banal krahasim me ndërtimet, fillim vitin e parë thanë, na s'dojmë me festu, sepse jemi në popull i varfër, s'dojmë me festu. Vjetë e pashtë dhe të këtë hapë, sa mire kemi ndryshu sheshin, edhe pyti lokali qëfar biznisi, po që kanë rritë qarkullimin. Tash, ose jemi të varfën, ose përrrisim qarkullimin, ose o përmirësu gjendja ekonomike në Kosovë, njona shkos, mund me qenë i njëti qëndrim për të njëti sen dy qëndrime të ndryshme. Shumit punët e garajët e PDK-s, a i ka rënu... Aja dhe është një histori, ato garajët kanë eksistu gjithë, ato janë renovu, po është problemi ma i vogël me rëzu dy garajët. Po vishpenti ka pason që si zgjidhën ka me rëzu që të... One zbesej që e nalë dikush, kur zbatot ligji, as ka nevoj më tutë, se si bojmë kërkujt kur gjo, letë e mërë, le veç letë procedon me letë, kur dënë letë jabzu, nuk di bile kush është pronari, ato i kanë me të PDK-s, nuk di janë të PDK-s, se PDK është me qera aty. PDK-ja thëmë piman mbledhjet aty që të është Po, ajo është objekt me qera i PDK-s, pra nuk është pron, unë nuk di edhe është pronar PDK-ja, po më zbesej që e ka pegu PDK-ja me i rënu. Po, gjithë më bërë përfajtore jemi... Gazeta The Guardian e pati shpaci krye bashkiakun matrim në Europë, a e ka dikun ka qenë mu i 5 i qeverisis tia, a e ka arsyetu këtë epitet? Ndegja, unë nuk di me çfarë parametra, po vetë fakti që ka guxu me marrë këtë punë dhe guxon me i thonë dëgjanat pa vërteta duhet me qenë goxha trim. Po për tjera nuk di me çka shohet me trimni, sepse nuk besoj që është kohë e... Pra kjo thot që ka qenë trim që i ka nolë ndërtimet pa leje, se janë konë të furtit e ndërtimeve pa leje. Ta dëshmën që unë i thash pikat, le dele thot që këtë ditë kanë qenë proces 100.000 ndërtime, unë i kom nalë që vendimet, le dele të i thot me shifra. Vesh më së folë për gjithë, shumë letëm demanton, do dalë kërkaj falin e se unë e kom kabin. A ti polemizu hala me shpendin me nej debat televiziva keni shku? Një emision kemi qenë, me njerë vitin e partë të ti kur është zjedh, bile aty ka thonë apëshe se kemi qenë shefat e grupeve më të mëdha, unë, Samiu, edhe kë shpendin nuk ja morë i mendja me dalë vetë, a keni po, gjithmonë del me Dardanin, edhe dolin... Nismet Besiri nuk dalë vetë në... Ja, të herën e tje, po, që atërë ndërshta, edhe kemi diskutu edhe një për i shprejeve që ka pas aty ka thonë, a peshev, nuk jam unë si Isa Mustafa, unë do dalë diskutoj me ju për të mirë e qytetarit. Kur mo? Bile a i refuzan, unë e konftu edhe publikisht, a i refuzan, në rrët të këtë dha një arsytim shumë që sharak për mu, e pyten për vitri ka qenë emisioni, thamë, pëse s'po del debat ta, që është me dalë në aty, ata me më thonë mu gjithë shka. Më do ka si arsytimi fëminor, është punë e ti, unë menoj që e dëmton ata mas pari, sepse ballafaqimi argumenteve është në dobit Prishtinës, se nëse aje dëgjon argumentin tem, nështë ta e përmirëson. Aja së obligimin ku vend nuk na dëgjon argumentet. Për shembull, ai ka obligim 2 janë vjet me dalë me bë raport për gjendjen financiare edhe ekonomike të Prishtinës. Ai nuk e bën. Ai thotë ja kom çu me email dhe kom kry obligimin e vet. Kurse ligji thotë ai duhet para kuvendit me dalë. Eventualisht herën e fundit vetë e ka lexuar raportin dhe ka ikë. Se nuk i dëgjon kritikën, a me do pse se ki bo këto, na nuk i thojmë veç për me kritiku, por na mendojmë si opozit, duhet me vedisu, me i bo presion për me i bo ma mirë.
A i ik debatit, nuk e di pse i ik debatit vazhdimisht. A keni një koalicion opozita aty, i kanë etiketu shpesh si koalicioni Lira Aksami. Tërë Samia për duket ka kalu në KQZ, nuk ju ka prish këj koalicion. Po, e para, jo është Agim Gashi. E para, Sami Hamiti ka qenë shefi i grupit LDK, unë s'ja kom zgjedh. Unë me Sami Hamitin, kur s'kom pas në i fa raporti, ma du kom pas një të nga tjetër, kur gjo ma shumë. Dhe ata e mënu me ullë, arsye pse kanë ullë në emrat përveçëm, sepse kanë shpesu që do t'i kthejnë disa antarë tonë, për cilë vazhdimisht bojnë presion edhe të peshkojnë, kundër nesh. Ty e thonë që këta po punojnë për interes, hajde një për neve. E dyta, në takimin e fundit që kemi pas për pjekën për me bashkëpunu me vetëvendosin, që ka qenë mas një viti qeverisje, ku na kemi refuzu, sepse kemi kërku ose koalicion, publik, zyrtar, ose jo, s'ka bashkëpunim tjetër. Ata kanë thonë, na ashtu s'mujmë se vetëvendosja nuk e do për dëkëm për nivel qëndror, nuk mujmë. Kjo thonë, okej, do me thonë shqëndrim ju i që s'pëdoni me ne ju, që na s'pëdojmë me ju. Edhe ata më kanë thonë, gjo, menja ty në më kanë këstu, kanë thonë, tash dhe detyruam tash e tutje me të sulmu me Samin. Ata tash pse qa kanë menu me këtë punë, ata pretendojnë që figura Samis në raport me komunë është një losën, edhe me që unë s'kam njollë, do të mundohen, unë s'pa thëmë që e ka Samia, unë kam bashkëpunu shumë mirë me Samin, nuk kam mas një vrejti në bashkëpunim me to, çka mujnë me folja ata, çka s'folin dhe ty paraqisin argument në drejtësi, së shpuna jam, ja nuk du me ra në emnat përvecëm që shbojnë ata, me gjithë ato kjo është arsyeja pse e kanë bo. Unë përveç një farë koordinimi ndër dy subjekteve politike, unë s'kom pas kur gjë, jo me ato me kërkon tjetër, nuk kemi në diçka ma shumë se raporte zyrtare, që shkom pas për para me atër ka qenë Ylli, ose me Qëndronin, ose me Bimin, ose me shefat e grupeve. Kjo është një raport institucional. Këtë çështjen e ndarjes, edhe këto kanë nënvizu shpendi shpesh, çështjen e një farloj, si më thonë, korrektese në ndarje në banesave komunale, që LDK ka ndarë shumicën e kohës për veti. Aja o murë tash, se tha edhe shemësis, edhe shemëse Veseli, dulë tha së mundet ma marë. Qa pëndodhë me së të banesa? Jo, a i së mundet me marë, se është, a i ka qenë bazot në një vendim të kuvendit, është bo formula që është do t'i ndajnë. Po të veç edhe s'ka qenë fair, pra, mi a do vetit komuna, mi do banesa. Po s'kanë qenë veç për, po pajtona një aspekt. Edhe unë në atë kohë nuk kam qenë asamblej, kam qenë nëm kryetar, ka qenë Amada Navdiju kryetar. Edhe unë i kom pas rezervat e mija në atë kom parti, kom thonë... Ata mundë me pas nevoja, mirë, për në opinion duke shumë kesh mja do një tjetrit banesa. Shumë e vërtet, do më mënyra që është transmetu nështë ta ka qenë e gabushme. Apo ata me gjithë ato, ajo më shtetë, ligjërisht është në regull. Ata kanë marrë një vendim, ju kanë do familjeve me nevoja, mandej kanë do familjeve me të luftës, familjeve me, do më thonë, dëshmorve, gjona tjetë, ndër tjere që kanë do edhe asambleistave, disa funksionerve, të cilët ka nevojë. Edhe tash ata jo rastisht e kanë përmend vetëm me shëmsi sepse ka shumë përfitus, ata kanë dosh me godit, po ka ata ka dhe tjerë, ata paguajnë qira, nuk është fal, ju është dhënë drejta shfrytëzimit. Mirë, për lira ka plot njerëz që kishin marrë me çato kushte. Pajtona, ta s'pako kanë pas një pasë. Pajtona, unë nuk po hi me arsyetu. Po fushatat që e ka bo, kjo e ka bo veç fushat, nuk e ka marrë as një hap, edhe nuk mundet me marrë pa e pru në kuvend, sepse alos ju ka skadu kontrata. Kur ju s'ka dënë, a i mundet me pru atër vendosë asambleja për kasa. Sa ku kanë marrë atë në shfrytëzim ato banesa? Për 10 vjetë nëse ka zgaboj. Sa paguajnë për shkak qëra? Nuk di, sinqerisht nuk e di sa paguajnë. Audia është halon garazh atje. Po, Audia është në garazh. A amortizu alo, se tash besoj që zveza, po në qëtë. S'besoj që zveza. Dohet është tjere me rujtu në Kosovës. Një plak e ka vëzit. Po, bashkë... Një plak. Po, në menej që kjo një prej premtimeve qesharake edhe veprimeve shumë qesharake, unë e kuptoj debatin për gjë do të heqim dorë prej luksit, mesazhi ka qenë i mirë, ideja, por sa rriti me realizuaj, as ma shumë këto parime i shkeli vetë, sa i përket luksit. Unë veç për e flasë me numra, jo me perceptim. Zëna me folë heq për që të Jo, për atjetër s'po foli kur që. S'pa thom kur që. Po flasë për, do me thonë, reprezentacioni ka pas 10.000 euro të para shikume, i ka shpenzu rrëth 30.000 euro. 30.000 reprezentacion? Po, do me thonë 200% e ka t'i kalu bugjetin që e ka qitë, do me nësja kemi ju... Qa në importë reprezentacioni? Kafe, dreka, darka, qëto. Tash,
Ai kur ja dhash këtë kritikë, tha ti e din komunë pak o 10.000, thash, unë po them ç'a pak. Ti e ki caktu vetë, ti ki çukët standard, pra po lidhemi pra po them te çershia po lidhemi. Ti ki thon as s'kemi me qita s'kafe, as kur që kemi rujt paret për shtresat sociale. Ti po janë fjalë tua, unë veç këto po ta them. Ose i kemi për shembull te kalime enorme është shpenzime të tjera kontraktuese në departamentin e administratës. Për 180.000 që i ka para pa, i ka shpenzu 732.000. Është te kalim enorm. S'po flasim për 20.000, për 10%, për 20%. Jo, do me thonë so dikon 400%, aso i bjen 300%. Në arsim prej 80.000, 584.000. Qa kanë bo me këto? Kjo është ajo puna e aty në kontrata mbi vepër që i ka gjetë auditori për gjithshëm punësimet, dikon rreth 300 punësum që kanë qenë. Ata i bojnë mënyrë të palishme për këtyne bugjeteve. A janë këtë aktivista, militant vetë vendosës ka punësum kontratë? Shumica po, shumica. Saj ta shepatën lodhë Xuxhin, çdo si thëshin, aty është edhe Xuxhi. Ai thu ta merr 100 kontrata i ka marrë Xuxhi. Atë ose përmeshin dy janë, ose thekë edhe kuzhinierat, sa janë. Edhe për kuzhiniera është shkelje ligjit, sepse ti nuk guxon më shumë se 2 herë ka 6 muaj tash bilas haç nuk guxon me ligj të ri, me azot kontratat. Edhe nëse besoj që edhe ju e keni pa, po e kemi vrejtë, na ishim kështu në mënyrë të rastishme në jamën e bëjshim Facebook, dilke që është militanti vetë vendosis. Disa edhe njohin personalisht, edhe auditorit e ke fundi ka bu, për 70 për tyne ka thonë që këtu është shkelje flagrant e ligjit, se këtu s'guxon hiç me marrë me kontratë BV, pozita tjera komunësh me marrë. Ata me njerë janë munua, se ju shtini edhe ju. Është e vërtet që edhe në institucionit ku i ka PDK-ja, ka kontrata me vepra. Është e vërtet që hynë edhe njerëz të partisë, nuk po du me qeni sinqert, se kjo është, me thonë i farë sekreti publik, a e shijet. Po përpichen numri, do me thonë, e para, që po flasë për Ministrinë e Drejtësisë. Numri atyne që punojnë kontratë me vepër, është se di që tash është 4-5, më i me gabu, e është 2.000 punëtori ka ministria. Komuna i ka 700 punëtori, i ka 300 kontrata mbi vepër. 300? Po, është shumë. 300 kontrata mbi vepër është shumë në raport me ato, nësë po thojmë mësë merë hiç, po jo që ka shumë. Nuk ka problemi kanë, është problemi sa. E mundu me në lidhë, mandej disa gjana edhe me disa ndërmarrje publike ku i ka Partia Demokratike, pa dhe aty nëse e merë numrin të punësuar në mënyrë të lehtëshme, edhe nëse krejt janë militant, si mas tyne, po e marë që ka po thojnë ata, ose familjare, se krejt, po e marë që krejt e kanë sakë, jemi të vojtë për 20-30 vetë, edhe 300 dalon shumë. Dhe shme këshyrë ndërmarrje banesore, sa kanë shti ata, që e menaxhojnë ata, është sa 3 herë që kanë një këto ndërmarrje që i ka PDK. Pra na po flasim për, që me thonë pak me pas një kanar, mas me dëmtu qatë shumë, që janë 1 milion euro që në mënyrë të palishme jenë zhvendosë për kontrata mbi vepër. Vitin e kalum, 1 milion, as nuk ka bori shikim buxhetet, unë menoj që është vepër penale, po me gjithë ato duhet më marrë dikush tjetër. Mandej ka në veshmbathje shpenzime enorme. Unë nuk di për çfarë veshmbathje fjala, çka i duhet komunës veshmbathja. Ose vetura, kanë buxhet që përsëritet çdo vit 60.000 euro. Ata po thonë kemi marrë me leasing. Është shumë alirë me i ble me qatë shumë, do me 60.000 euro në vjetë. Ma alirë është me i ble ato vetura, që mesin aty se me marrë me leasing. O mirëmbajtja o rriti, kanë qenë para pa me mirëmbajtjet veturave prej 10.000 dhe 41.000. Ata kanë, për që ato e hekën gjipin e Audin, për mësë me shpenzu, ta shku rritën 400 fish, do me 400%, o rritë kosto e mirëmbajtjes veturave, do me kjo munges e planifikimit, pra gjitha kostot e luksit, janë rritë komune Prishtinës dhe nuk shojnë veprime në mirëqenien sociale që kanë bërë. Se ma sa kanë pas një ojqe që merret me çështje humanitare me adhon gjipin, me shku në për fshatra, me ndihmu në i familje ose diçka, ose me shit me çu ato pare, se sa që kanë marrë në garazh ato e kanë dëmtu buxhetin. Përveç asaj edhe drejtorët e komunës ishe vazhdimisht në për qytet me vetura zyrtare. Unë s'po them ata kanë drejtën, po prapë po them ata kanë kritikuar të tjerë që po bojnë kështu, tash po bojnë vetë. Pra standardet e dy fishta që ata kanë. Më nal pak te çështja e jatit. Flitet shumë në opinion për lidhjet e Shpend Ahmetit me kompaninë Devolli. Jati ke, si me thonë, fotografia nga jati ke dëshmi e kësaj lidhje. Qysh e pat ju? E para pat përpjekje me banalizu, do më thonë, çka ka lidhje që hyp njatë, dhe në parim s'ka lidhje, se cili prej nesh muj me hyp njatë. Po, ose anije, po. Ai, fakti që ai po i... Bona i spot, kështu. Fakti që ai po i ik, po e mohon, po i ik, po mundot me ik saj çështje, po na bën edhe ma dyshim.
Po 2-3 postime janë që nuk e përmend hiç. Po, jo që se po edhe ai thekë unë s'kam shetit me ja, se si esenca ka shetit ajo, është puna. Se zakonisht jafti nuk shetit, ai rrin çati. Po, ndodh, jo, mundet me dalë në det, po nuk është jo e rëndësishme më a heca jo. Po unë nuk du me paragjyku kur gjë, po ata, do me thonë, biznesi devoljen kompani legale, me sa dijon e në ligjore, dhe nuk besoj që bëni shkelje ligjore, nëse dikush rrinë pin kafe me ta ku do. Edhe ai është dasht me tregu nëse ka pi kafe për çka do, është dasht me po e kom taku e kom pi kafe. Vetë fakti që po e ik, po na shtin me dyshu që ai ka pas diçka më shumë, nuk e di, ose ndoshta se ai ka akuzu subjekte tjera politike që kanë lidhje me të, e tash u zu vet, po tha po a ka komunikim? Dëgjoj, unë nuk du me spekulu, se duna me i pa vet ose me di diçka më shumë. Përveç fjalëve, po mundohem vazhdimisht që debatin mos me ul në nivel të thashë thëmeve të kafeve ose kur flasim me argumente, nuk di me thonë. Unë nuk e ata mund me qenë shok klasës, shkollës, nuk e di krejt ato raport, gjithçka mund me qenë. Ai sa një projekt për stacioni autobusa mu dhon me qira. Te na nuk ka ardhur asnjëherë, nuk kam dëgju, kanë ardhur, po, absolutisht ka shumë njerëz që kanë ardhur, kanë thonë që janë marrë vesh për një projekt të qendrës tregtare të stacioni autobusave. Keni që marrë vesh me vlerën devullën për qendrë tregtare. Po, kështu na kanë thonë, po prapë them këto janë fjalë që vjen dikush që unë s'moj me verifiku. Në kuvend nuk ka ardhur kur asnjë shkresë zyrtare në lidhje me këtë dhe prandaj unë nuk guxoj me thonë në diçka të tillë. Ka qenë kompania Devulli ka marrë të nderën në komunë. Diçka, unë nëse s'gaboj, se unë tash edhe nuk e një mirë kompaninë Devulli në kuptimin çush funksionon. S'po du me u marrë, edhe po them vazhdimisht jo mundu me ikë emrave të përveçëm, që është bo veti e vetë vendosi me u marrë me emra të përveçëm. Unë përpiqem me fol për principin, për fenomenin. Unë me sa di çumshtin në shkolla kanë, nëse s'gaboj. Birarin peja shumë që thanë dejna për hapësirët. Reklamat po, nuk e di a ka tjetër kontrol, unë nuk e di. Nuk s'po më me thonë, nuk e kom përsit se edhe ata s'pojnë komuna transparent që na me e ditë çfarë projekte tjera kanë, nuk më me ditë, si që nuk du me spekulu për çka nuk di. Në fakt, të më thonë, një përthoni që vetë fotografia s'ka problem, mënyra se si ka reagimit shpendit është inkriminues, ose inkriminon ato në një skandal të tillë. Absolutisht, unë mendoj që ai vetë ka ngritë këtë dyshim, ja ka ndihmu këtij dyshimi, sepse unë po t'isha në vendin e tij, po që nesër mund me ndodhë më ullë me një tavolin me Devullna, me këndo prej biznismenve, edhe unë e kisha me tregu sakt se mullë. Ndaj afera prëntë, se tash na mujna mas më furë me emnat përveçëm, pra komplet sulme ndaj Adem Grabovcit dhe ndaj këtyre kanë qenë për shkak të lidhjeve me Devullt. Po, e vërtet. E tash abedin... Pra, daj po them, kjo është ajo kundërthanie që vazhdimisht e bojnë, thojnë diçka tjetër e veprojnë vetë, ndoshta edhe më keq. Është përmend amortizatorët, është përmend homologimi, është përmend shumë e vërtet. Qindra projekte që janë të lidhura me Devullt, që realisht ndoshta kanë pas drejt në këtë drejtim. E në anën tjetër tash këta, ndoshta kjo është arsyeja pse këta nuk po dojnë me tregu këtë. Pikërisht kjo, po me kjo shtin me dyshu, domethënë, edhe kjo prapë kthehen atë çrshijat. Që e kanë bërë fillim. Gjithçka është. Ata kanë akuzu zyrtar që janë me xhipa të zi, tash janë po njat. Ai ka hije në kryetarit një komune të varfër, që është Prishtina dhe këtë Kosova, më po me një jatë, pavarësisht se rrethonave që kanë shtypur me hyp aty. Unë e përmend edhe të bile i argumentova disa pika tjera që ato që ata kanë propagandu që do t'jenë socialdemokraci dhe do me thjeshtësin, bilas kravata, si që kemi me ecë me autobus, ajo komedia e radhës, do me që po vjen me autobus, me gjitha këto shtesat e shpenzimeve është kundërthonëse. A vjen me autobus në punë? Nuk e kom përcjell, ka njërës tojnë ne ditë vjen, dhe ne ditë vjen, nuk e di. Unë e kom thonë vetë delë, se s'kena me të sulmu këtë pi kur, se s'ki othtu kur me autobus dhe i këtë ditë, vazhdo që shketu në gjithë ditë për para. Sepse është absurdi tjetër, ajo është në autobus, më rapa është makina që e përcjell për siguri, do me thonë, a i shpenzim po bëhet. Kështu që këtu ka shumë banalitet, është sinqerisht është po, natyrisht po. Kështu që është për mendim termin është çesharake kjo punë, do të thotë që po menaxhohet, po bëhet është marr puna e udhëheqësit komunës si me bëni spektakël. Po e kanë bërë shumë. Është e vërtetë që politik ka pak edhe skenë, ka pak teatr. Po jo çka shumë, nuk ka gjithçka fiksion. Se tek e fundit qeverisja komunale diçka që shihet, preket. Ti mund të thonë na kemi zhvilluar ndal ku janë, s'po sharruk të krymet sinqerisht, që ku e ki korrizin që 2-3 vjet u bë hajgare su kry ajo punë.
Nësë po foli me i natë, thuje kem kry këtë rrugë, kaq rrugë që ku rruga, e në gjona që shien prekën. Për shembull, na me folë, në disa ministri bon shumë ligje do veprime që të qytetari nuk shihet drejt për drejt. Edhe muj me thotë që ka bo punë, po nuk shihet. Po kjo punë shumë konkrete, puna komunës. Është diçka që shihet, matet, edhe qytetari duhet me reflektu. Tash ata militant që e përkrajnë verbrisht, unë menoj që i bojnë dëm të qytetit, kanë dëm e përkrajnë që ashtu verbrisht, duhet me qenë njerëz kritikë se si nimojnë as vetë liderit, sepse të arrej kratu i thonë mirë, e kanë gabim. Unë menoj që Prishtina është dëmtu mas shumëti. Edhe ajo pse është dëmtu, është që për shkak të ambicjeve shpendi, se si duket shpendi e ka po Prishtinën si trampolin për ambicjet e tij në nivelit qendror, cilat edhe nuk i kam shef shpesh, qoftë me statuse, qoftë bile ka ra i se më marrë edhe me zgjedhjet në Greqi atje, kush po zgjedhja ka uru këtij kryeministit të ri, të marrë me punë tjera, nuk është marrë me këtë punë. Bile njerë, u morën i dhash disa i argumentova besoj disa kritika si kur tash, a i tha këtë e ki lira këta se s'kan me zgjedh kandidat. Do më dhe su mur me ato, mënyra për me hekve me, në mur me ako me qenë, hisë është me rëndësi, merë me që ato, po e to marrë me punë tjera, s'po merët me komunës ato për cilat është votu. Qëto ditë jenë shumë në trend sondazhet, a ki nej sondazh, a qysh është Prishtina? Unë nuk kam bo sondazh dhe nuk zdu me spekulu. Unë ato që shoh vazhdimisht vazhdimisht. Po, ata çasi i bëj sa dush, për DK dele para, me 55% me fitojmë zgjedhjet, me sondazhet çasi po. Cilat janë sipas teje, pra cilat janë nevojat kryesore të Prishtinës aktualisht? Unë mendoj që nevojat janë shumë, po ajo që mendoj që duhet me pas vëmendjen urgjentisht është trafiku. Trafiku është bëj padurueshëm. Domethënë nuk iku me ec as bile as këmbësor, as me vetura. Me një zgjidhje, do me thonë, përfundimi 3 unazave të qytetit dhe garazhave, parkingjeve, mendoj që është urgjente. A se ka zgjidhur si problemin e unazave fakti autostradat, rruga Gjilanit? Jo, as pak ai duhet është unaza që vazhdon andej ka gjykata që lidhet ka gërmia që lidh me Ja, është projekt që e unaz. Ekzistojnë projektet, po kurse janë realizuar. Madje është një unaz tjetër. Projekt qeverisë që ja. Ajo duhet të ndërtohet bashkë me qeverinë, sepse ajo ka lënë në nivel tjetër si rrugë, po duhet ajo do të lidh ka Gorenja në Inalta, po ka fshati amerikan. Para se traseja ka lëviz sepse janë ndërtu edhe ka lëviz, ajo duhet përcaktohet edhe një herë definitivisht. Po është që ajo ka Gorenja do duhet ishte të vazhdonte drejt. Rruga ekzistuese. Po. Apo rrugë e re në po çdo rruga ekzistuese, po nganjëherë për shkaqe praktike për me ik shpërndësimeve të mëdha po devijojnë. Tash nuk e di çu do t'i bjen në definitive, po projekti që ka ekzistuar ka qenë andej. Ka gjykata, ka gërminja, me dal. Me kalu ka Matiçani, me thonë ashtu ka gërminja me u lidh madje me pjesën tjetër të Gollakut e me u lidh me rrugën atje që delte. Me u lidh për rrugën po. Domethënë kjo është ajo e madhja, e cila duhet të bëhet me qeveri. Është edhe një e mesme që duhet të jetë, duhet edhe një unaz, e vogla është para përfundimit kjo e qendrës. Kanë mjetë 2 nyje me u lidh, është një prej tyre është me u lidh te ai udhkryqi te ajo ura fush Kosovës që i thonë, edhe nuk është përfunduar edhe një pjesë e vogël, atje ka kodra trima, përgjithësi kjo e vogla ka mundësi, duhet mu intervenu edhe pak që thash me ato një drejtim. Ka arbëria që vjen më shku ka termokusi. Po, edhe do me thonë ajo është që duhet mu përbyll, duhet intervenu disa pjesë që thash me një kashe, po më besoj që këto kishin me ndiku shumë, po nëse këto jetë pa kompletume nëse si bënë parkingjet, edhe si bënë autobusat lokal, madje që prej parkingjeve të bartin. Përveç trafikut, cili është prioriteti? Ujrat e zeza. Edhe kjo është një problem, grumbullimi i ujrave të zeza. Prishtina ka një infrastrukturë shumë të vjetër të ujrave të zeza, e cila duhet të komplet ndrohen gypat, rritet kapaciteti, sepse numri banorëve është rrit shumë, edhe ju keni pa një shi pak më i madh me një shpërthën kanalizimin, dhe mendoj që kjo një prej probleme më serioze. Këto janë problemet urgjente saj përket do me thonë infrastrukturë nevojave drejt për drejta qytetarit, që kanë bëjnë direkt me ETS-ën, sepse ka dhe madje edhe ma të vogla, ka bëjt çështja sigurisë, do me thonë ka lagje kur nëse shpërthen zjarri nuk mundet me hyjas kamioni zjarr fiksa, madje duhet me pas masa alternative të sigurisë aty të cilën ato gypat e ujit e gjona tilla, po ato janë, ç'me thonë, po i kategorizoj kështu për garancia. Në anën tjetër nuk është bërë kurrë që mendoj jo veç tash, po vazhdimisht që një kohë gjatë për identitetin e Prishtinës. Prishtina është një qytet me arkitekturë, pikërisht, do të thotë s'di të përshkruaj ndryshe. Një qytet me arkitekturë tipike
komunistit ish Jugosllavisë, edhe këtu përfundon. Prandaj unë mendoj që ka potencial me u rregulluar, me u bë shumë atraktiv. Po e marr shembull, pse Prizreni qyteti më i vizituar edhe prej vet kosovarëve? Sepse ka arkitekturën, qytetin e vjetër, ka të shishin, kalan, edhe do të thonë është diçka që është specifike edhe njerëzit shkojnë me ndru ambient. Prishtina ka pas qytetin e vjetër, nëse kemi mri krejt, kemi mri copa. Berati. Po. Pristinali është. Edhe ka një, do me thonë, është dëmtu shumë. Me gjitha të kanë me disa objekte të cilat mund të mbrohen, të riparohen, një pjesë e qytetit vjetër mund të ruhet, me ndërhyrjen në disa objekte edhe plus t'i bashkangjitet. Po të një lumi mbulum. Problemi i lumit është problem në veti që është diskut. Jo, është një projekt shumë i shtrejt, sepse nëse ti e bën dush me bë alternativën e kanalizimit, se tash aty derdhën kanalizimit, është projekt shumë i shtrejt. Në këtë fazë me njerë nuk i zbesoj që i kemi mundësinë. Po këtë që po flasun ka mundësi. Për shembull ku është AKP-ja, ku është tregu, edhe pjesa që shkon te rruga Sami Frashi, ku janë ato xhamitë e vjetra. Spaku ajo pjesë mund të restaurohet, mund konstruktohet, bartën shtëpi, kemi këtu me njerë, ku është ky restoran Libonia, është ka shtëpia të vjetra shumë, disa shtëpia, ato mund transportohen, që me thënë bartën, e di që është e kushtueshme, po e bën për me ruajtur autenticitetin, bartën aty në atë pjesën e AKP-s, edhe të bëhet të një mënyrë të rikonstruktohet Prishtina e vjetër. Edhe të bëj vetë shakome, do të bëjmë një Prishtinë më të vjetër, se sa që ka qenë. Po dhe për Gërmina ka në Po, kish me qenë, do me thonë, një atrakcion turistik. Mandej edhe pjesa e qendrës, duhet për ato që i thamë në mrapa objekteve, që ti e more Gandaharin, unë mendoj që ajo pjesa tjetër duhet të investohet dhe të jepet një model tjetër, një dizajn tjetër, nështë ajo sheshi mund të jetë arkitektura austro-ungareze, edhe pjesa prej këtu ku jemi tutje, tjetë ajo pjesa me ndërtime të larta, pak ma pjesa e re që e bartë. Përveç saj nuk kemi asë një monument. Hiqe Ismail Qemalin që e kanë vuni, dëshin me mshef aty të biblioteka, ku ka qenë një goshi për para, mund pëngaj, pse mu zavencu një goshi, sepse gjithë kishë me thonë, Ismail Qemali është një goshi. Unë zdu me bo me lona personalitetet tila, pika për mu krasu kështu, edhe insistu me qitë në qendër, me insistimin tonë. Unë së shbas një monument. Me gjitha ato Prishtina, do me thonë landmarks të cilit qytet, janë monumentet kulturore, që duhet me qenë që nuk janë veç formale, ato krijojnë edhe një farë kënaqësie, plus zhvillojnë turizmin. Sa i përket Gërmis, unë përveç Gërmis, unë po flas për kapacitete tjera, është Gollaku, janë malet e Gollaku që një pasuri shumë e madhe Prishtinës. Unë po bëhem real, po them përsërish me kom rrit Prishtinë deri në kohë luftës, nuk e kom njoft atë pjesë. Edhe ka ordinat prej vetës që ka qafër, nuk e kemi njoft atë pjesë aq të bukur. Aty ka mundësi më bëhet qendra turistike, rekreative, përveç pjesës bujqësore, që me zë ato ka investu nivelli qëndror në bujqësime, disa grande ka një nxallje. Unë mendoj që mujnë më bëhet qendra shumë mira turistike që nështë as kishim pas nevojë ka njerë me shku në preval në prej këtujt, kur dënë me shku shpejt, edhe besoj që kishme i pru edhe prej qendrave tjera. Gërmi vinë prej qyteteve tjera, që nuk ka shku shë diçfarë atraksioni, po përshkak mungesës e parqeve të tilla, nëse shfrytëzohet Gollaku, kishme qenë shumë mirë. Përveç sajt e ka edhe monumente historike, në disa kalaja, pothuajse secilin një është zbulu, po tjera në pas zbulume, do të thotë dihet ku janë, por nuk janë të gërmume. Mundet më zhvillu edhe turizmi arkeologjik. Ka shumë forma tjera. Na në turizëm e kemi një kiosk në shesh, kur nuk u funksionalizu. Veç ekziston me një shaj, po, as s'ka as një zyrtar që merret me këtë punë. Unë e shoh vazhdimisht qytet turist, shoh që enden, do me thonë, që janë turisti, shoh me doharta, mundon me gjetë diçka. Nuk e kemi as një muze, nuk e kemi Ciceron që orienton një kur gjë asnjë përpjekje, ajo nuk kupton zhvillim ekonomik, nuk është ajo veç formalitet me thonë a kem kulturë. Ajo turizëm. Mandej i ke festivalet, po e krahasoj me Dokufestin. Ndikimi i Dokufestit në komunën, në ekonominë e komunës Prizrenit është shumë i madh. Se dikush më tha, se ka bë komunës, është jo e rëndësishme kush e ka financu, sa e ka financu. Po e marr shembull, në festival i fuqishëm në Prishtinë ka me pas impakt ekonomik, se vinë njerëz, ka gjallëni, ka në kupton më shumë qarkullim. Prishtina ka festivale ekzistuese, të cilat nëse investon pak më shumë, ato fuqizohen, e cilat komunës mandej kthehen me vizitorë, me gjëra tjera. Mos flas për panajire. Asnjë prej këtyre fushave fatkeqësisht nuk është prej. E përmendë shpendin që ta s'bojnë kandidat, që në reagim. A ki ndonjë indikacion për kreve
partisë që mundesh me qenë? Unë në gjë është herët me folë për atë zyrtarën. Unë e kom thonë dërheqje për më marrë me zgjedhjet lokale në konsultim me kryetarën e partisë. Dhe asnjë veprim nuk kom bënë kryen veti. Me zgjedhjet ato është herët për vendimet qendrore. Po të ke matematikat ka arrit me Fatmir Limen kur ka qenë kandidat. Pse ra pastaj ishte Astriti, pastaj agimi edhe ma poshtë? Këtu ka ndodhur, kjo është ajo që unë kam qenë kritik, bile kom qenë, po më nejtë nështë asë këmë dalë krejt kështu publik, po gjitha kanë qenë që e kanë ditë që unë e maj zëshmi. Pikërisht është ajo që nuk është trajtu, nuk është marrë parasysh vullneti i degës. Unë atë kohë kom qenë në kryetar degë, kom pa në lajme kush o kandidati i Prishtinës. Kjo ka ndiku. Sepse jo pse përsëris prapë, jo pse kom pas diçka kundër Astrid Saliut, as pak. Bile unë e kom pas maja ranë sekret ata që kanë thonë. Po unë e di çish funksionon elektorati i Prishtinës, nuk dën edhe më të mirin me e pru, me të befasu. Edhe kjo nuk ka të bëjë veç me Prishtinë. Dihet është një prej gjanave që dihet shkencërisht që elektoratet janë konservative, pra i druajnë kthesave të mëdha. Prandaj shpesh i votojnë kanë janë duket çysh më po fiton prapë kjo parti i boni, sepse ata tutën kjo tjetri s'ka mujt me i bind që është stabil. Edhe kjo ka ndodhur, ka dalë momentin e fundit, fushatën ja mendoj që ka qenë dizajnuar jo e mirë për mentalitetin tonë, këtu s'ka faja Astriti, që ja kanë dizajnuar tjetër kush fushatën, ai veç e ka ekzekutuar, e ka implementuar. Edhe kjo ka ndikuar. Dhe kjo është fushat negative, ndoshta ka qenë fushata negative në Amerikë mundet me ndikuar te na nuk pa kontraefekt. Po, ka qenë eksperimenti i parë dhe i fundit që është bërë në Kosovë, shumë e fushat negative. Edhe unë mendoj që kjo është mandej kur ndodhi edhe me agimin u hub në farë mënyrë besimi që struktura, dega, antarësia ka dorë vendimare. Dhe tash muj me thonë pse më ardhi dikush me fol me mua si kryetar dege kur e di që unë vetë befasona, për shembull. Edhe kërkush të rreshtohet mas tesës, do më rreshtu mas atij që merr vendime, jo atij që s'merr. Edhe kjo ka ndikuar besoj, unë po e thjeshtësoj pak, se është proces më kompleks, besoj që kjo ka ndikuar në zbehen ose uljen e perceptimit të PDK-s në Prishtinë. Megjithatë, e katërta keni qenë. Jo, treta, bile na kemi po vinte si parti e treta, po si kandidat keni qenë si kandidat. Ja, dhe si kandidat besoj e treta nëse s'gaboj. Po si parti unë po them jemi e treta, edhe domethënë në raport me vetëvendosje që është e dyta e vetëm një asamblesë po vetë ka ne do të bëheshim baras me ta. Domethënë është nuk jemi larg në atë aspekt, po nëse tash po flas, na po flasim për zbeje, megjithatë prej kur unë jam bë kryetar. Na i kemi pas në zgjedhjet e kaluara lokale për asamble po flas. I kemi pas 9.000 vota, kurse tash e kemi rreth 13.000 në zgjedhje të tjera. Domethënë në numri i votave kemi pas 5.000 që i bën rreth 60% rritje. Nuk është rritje e vogël. Pra përpjekja ime në fazën e parë ka qenë rikuperimi me kthy besime kthy PDK ku ka qenë, edhe me çu tutje. Në nivelin qendror kemi pas 16.000 vota, pra në Prishtinë ka trend të rritjes dhe të kthimit besimit. Nuk është më Prishtina nuk është më PDK-n si një parti drenicës, ka raj para gjykim, edhe besoj që ata nëse na veprojmë mirë si duhet, na kemi gjasa shumë reale me marrë Prishtinë. Është kjo arsye pse PDK-ja asnjëherë s'ka arrit me qenë fuqishme në Prishtinë për shkak se është perceptuar si parti e drenicës, edhe po edhe për disa faktorë tjerë. Kjo mund të jetë nga një herë të një shtresi caktuar, por nuk besoj vetë fakti që përmendi Fatmir Lima ka rri mas shumë ti e rrezon këtë tezë. Domethënë ai ka rri. Unë mendoj që na ka pas disa gabime që na nështë s'kemi ditë mjë qasë Prishtinës si duhet. E kemi qasë si Prishtinës, s'po du me marrë qytetet tjera se mund të ketë kuptim negativ, si një komune tjetër. Pa dasme në qmu as një komunë, po dallën Prishtina është përbët prej shumë grupeve. Nuk ju ka qasë hiç Prishtinës, kreu i... Pa edhe kur ju ka qasë, mendoj që është qasë gabim. Jo, unë s'mund të them që Kadri Veseli nuk ju ka qasë Prishtinës dhe nuk ka pas nuk është mundu dhe s'po mundohet me pas Prishtinë. Historikisht? Po, po flas tash, po të kalumen edhe unë mendoj që nuk e ka pas trajtimin e duhur Prishtina. Sot, nëse bën biseda kështu private, kur mendohet për zgjedhjet në Vjesht, ju përmendni si kandidat, tjetër është Blerandi, Membli. Nëse ndodh ndonjë kandidaturë për shembull i jepet Blerandit ose a kishim mbështet? Agim Qeku s'është. Po, ndëgjo, unë e kom thonë vazhdimisht, Prishtina ka shumë kandidat, PDK-ja, ka potencial që do të mund dalin.
edhe unë I çmoj shumë të dy këta tjerë që do më Blerandin edhe Memlin, edhe mendoj që do të ishin kandidat të mundshëm për me garu. A largohesh për PDK-s nëse garojnë dikush tjetër nuk Jo, kjo është herët me folë si zonë, unë nuk kam kur gjë personale me ta, unë thash unë vazhdimisht nuk është vazhdimisht flas për parimet. Ne duhet të krijojmë parimet, krijojmë standarde çu do të komunikojmë dhe çu do të marrim vendimet. Po tjetë vendim konsensual me degën, s'ka asnjë problem. Nëse ka imponime, jo për ato, për këndo, me ardhë me thonë, kushtimisht, Kadri Veseli me ardhë me thonë, unë du mu kandidu, në kom I dalë këndu me thonë, kështu s'shkon. Pra po flasë për parimet, jo për personalet. Nuk kam kur gjë personale, me asë njënë bëjktyne, asë ata para pragve. Unë thjesht, edhe ka qenë, nuk është veç kërkesa e mja. Dega vazhdimisht po reagon, ka reagu, ka thonë, nuk po na trajtoni as pak. Na jemi rreshtu kështu, edhe po dojmë na u përfill mendimi jonë. Na nuk jemi rezistus, po të kishte dëshirë. Ka klop aty, ka grupe, domethënë është një farë gjithmonë për degë partive është si më thonë funksionimi I degëve nuk është që është shumë demokratik, edhe aty është goxha ka do kulisa kështu meskine, po flasë në parim kështu. Po, në parim s'ka subjekt politik ku s'ka dhe garën e mrenshme, edhe politika në vete I ka dhe do bryla, do gjana tilla. Po në këtë rast nuk besoj, për këtë rast çka po flasim nuk ka diçka tillë, është thjesht vullneti I degës. Bile, kur kanë insistu dega, kanë thonë dojmë kryetari degës me qenë kandidat, u këmë thonë a bënë edhe kundër, kjo punë ka 7-8 muj. Sa atër ka pas kohë dhe ka, këmë thonë a bënë e kundër ta, kandidati mu bo kryetar, le ti merë komplet frejtë dhe strukturës. Shpërputhja me strukturës kandidatit ka kriju mandej fërkime, sepse, tash po nëse I me banalizu, jo pse dikush ka kundër një kandidati tjetër, po struktura thot, a di qa, kur zgjedhet filoni, edhe mira për Prishtinën, po ndu kur ja trokes derën e me thonë, ku je me emën, që është normale, jo vetëm këtu gjithë ka, a do me një që është pjesë e fitores. A I që I vjen I huji, mu ma ka thonë për shembull, qërë pagimit, unë mi thonë mirë dita, a I sëm një atëre. A I s'ka pos kur gjithë keqë me to, po ka qenë përgjigje shumë e sinqert e ati njeri. Do me thonë, parimi që unë po insistoj është ky. Kush është marrë me strukturën, I thotë me ty foli letë, me atjetin s'foli. Kjo është ajo që ndodhë, por nuk ka në një garë, në një konflikt mrena në këtë rast, qëndrimi është goxha unanim që është shprej në degë. Po jo, si esin tash Kadri Kastratin që erdhë, kjo është tarak. Kështu unë thash, bunë në besqenë edhe ajë, se kemi shumë kuadro, po unë në parim nuk jam me pas befasi, se kur po befasohemi na dega, merrem në moment që është befasohet elektorat dhe rezultati është didopt. Pra nuk ka të bëjë kur gjë me personale, veç me parimet. Lirak Kandejt shumë që kënë komitet. Faleminderit për juve. Shikuesdëruar me ne ishte Lirak Qelaj, kandidat I mundshëm I PDK-s për kryetar të Prishtinës. Na ftojmë edhe Shpend Ahmetin me ardhmë në studiot të komitetit. Ai nuk tutet, jemi së ardhur Shpend. Shimi javën e ardhshme.